Presidenti i Shebaz Donald Trump I ka thënë kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu se duhet të jetë I arsyeshëm për çdo mosmarrëveshje që ka me Turqinë. Këtë gjë Trump e ka thënë pasi ka lavdruar marrëdhënien e tij me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan. Çdo problem që keni me Turqinë mendoj se mund ta zgjidh. Dua të them, duhet të jeni të arsyeshëm. Ne duhet të jemi të arsyeshëm, u tha Trump gazetarëve në zyrën ovale teksa priste Netanyahun. Me te, Trump theksoi se ka marrëdhënie të shkëlqyera me Erdoganin, të cilin ai e përshkroi si një njeri shumë të zgjuar. Një vlerësim të tillë për Erdoganin Trump e kishte bërë edhe kur kishte thënë se ishte Turqia që orkestroi rënien e ish-sundimtarit afatgjatë të Sirisë Bashar al-Assad, vjetorin e kaluar. Assad, udhëheqësi I Sirisë për gati 25 vjet, iku në Rusi me 8 vjetor, duke I dhënë fund regjimit të partisë së tij që kishte qenë në pushtet që nga viti 1963. Pas kësaj Ahmed al-Ashara, I cili u thoqi forcat kundër regjimit për të rrëzuar Assadin, u shpall president për një periudhë kalimtare. Për të mësuar më shumë rreth zhvillimeve të fundit në botë, lexojeni telegrafi.com.